Nëse ti si për ule Zotit o vëlla, s'ka mundësi Allah ty me të qu edhe me të bë lider, sikur që janë muslimanët e sotit të nënçmu. Nënçmimi ynë është vetëm për Allah, dhe kjo nuk është nënçmim, kjo është krenari e jana se po i lutemi krijuesit të gjithësisë Allahut subhanahu wa taala. Prandaj tha Allahu taala, e pas të mirëve erdhën pasardhës të këqij që e lanë namazin e u dhan pas knatësive trupore e më vonë do të hidhen çdo të keqe, ghayya, në xhenem. Mas burrave të mirë kanë ardhur gjeneratat këqija, gjeneratat e komunistave që po na luftojnë namazin e mjekrën e shamin në për shtëpia. Që ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam për shejeve të kiametit është kur do ta mësojnë dinin të vjetrit prej të vegjëlve të tyre. Sot shej e kiametit subhanallahu. Djali po do të me hin namaz me shti babën. Çika po do të me hin shami me shti nonën. Djali po do të merr shumë mjekër me shti babën. Baba vetë, "Na, ti marr shumë mjekër mua." Ja, se bëj. Nëse baba me mësu djali shkon edhe e mëson, shkon e mëson baba. A s'ka ma turpa.